Seanca e parë për rastin e rëndë të sulmit në Banjisk, që tronditi Kosovën në shtator të vitit 2023, ka nisur në gjykatën themelore në Prishtinë. Ky sulm, që përfshinte një grup të armatosur serb, rezultoi në vrasjen e policit kosovar Afrim Bunjaku dhe 3 agresorëve të tjerë gjatë shkëmbimit të zjarrit. Vladimir Tolliçit, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović, 3 nga të arrestuarit që ishin pjesë e sulmit, janë të akuzuar për terrorizëm dhe vepra të tjera të rënda penale. Në shkëmbimin e zjarrit, forcat e rendit reaguan menjëherë dhe ndaluan sulmuesit. Por përmes hetimeve, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti aktakuzë ndaj 45 personave të dyshuar, shumica prej të cilëve janë ende në Arati. Aktakuzat përfshin terrorizëm, financim të terrorizmit dhe krime të tjera, ndërsa përveç Tolliçit dhe Spasojević, Dušan Maksimović ka shpallur pafajësinë e tij. Prokuroria ka paraqitur prova të shumta për të mbështetur akuzat, përfshirë video incizime, analizë të pajisjeve elektronike, përgjigje nga autoritetet të huaja, si dhe dëshmitë e mbledhura nga dëshmitarët. Edhe pse disa të akuzuar janë ende të aratisur, autoritetet kosovare janë të angazhuara për të quar përpara këtë çështje dhe për të siguruar që ata që qëndrojnë pas këtij sulmi të përballen me drejtësinë.